Xheneta Fetau, ish banorja e Big Brother VIP Kosova 4, ka hapur zemrën e saj gjatë një interviste. Xheneta ndau disa momente të veçanta që lidhen me premtimin që i kishte dhënë Gjestit për të qëndruar pranë tij në momentet më të vështira. Ajo tregoi se premtimi që kishte bërë ndaj këtij banori ishte një veprim që e kishte marrë nga ndërgjegja e saj. Ndërgjegja ime më tha të veproj kështu, sepse në vend të ndihem e qetë dhe me jetë më pastër. Mendoj se e meriton, sepse edhe unë, kur kam pasur momente të vështira, ai ka qenë gjithmonë pranë meje, tha ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.